Përshëndetje. Jam si çdo ditë këtu para portës së foles së qyqësorës, ku zogu i qyqësorës Edi Rama, si shumë zogjë të qyqësorës në Shqipëri, e ka folen këtu. Jam këtu pikërisht sepse ky është kryetari i Bashkisë Tiranë dhe ujësiesi ju ka sjellë këtë letër bashkë me faturën e ujit. Në këtë fletë thuhet që ju duhet dorëzoni ke Bashkia Tiranë, pra tek ujësielsi më saktë, ke patronazhistë e ujësielsit, duhet dorëzoni certifikatën e pronësistët, duhet dorëzoni kontratën e shitblerjes e të tjerë, gjithë dokumentat e pronës tuaj. Mos i dorëzoni. Tu kanë dhe një numër telefonit pa lishëm, kanë dy numra telefoni që janë patronazhistëve dhe thonë që do vinë operatorët e terrenit shtëpinë tuaj, që janë patronazhistë. Dojnë një letër zyrtare bashkisë, një kërkesë. Mbi çfarë ligji jap unë dokumentat e pronësisë time tek ujësielsi Tiranë? Mbi çfarë ligji jap dokumentat e pronës, trashëgimisë, certifikat pronësie dhe çdo dokument tjetër, aktin e shitblerjes. Kush është bashkia që ka këtë drejt? Shteti nëse e do ka kadastër. Ato dokumente e ke vetëm ti, i ka noteri, i ka edhe kadastra. Nëse i duan të ndjekin ligjet e ti marrin, ti mos e jep. Ata po mbledh dhëna për ty dhe do sillni patronazhist ke shtëpia jote. Refuzoje. Është këshill e avokatit Altin Goxhaj, avokati juaj në parlament. Është një këshill i një avokati që ka 12 vjet që ju këshillon dhe kur s'kam pasur gabim. Ju e keni provuar këtë. Edhe sot po ja kujtoj. Mos e bëni atë gabim. Mos i dërgoni ujësielsit, operatorëve, patronazhistëve të ujësielsit letrat e pronësisë tuaj. Mos e bëni këtë gabim. Faleminderit.